Policia kriminale gjermane zbuloi një plantacion të paligjshëm kanabisi në Greven, duke arrestuar 5 shqiptar dhe 1 gjerman. Vetëm hashashi i sekuestruar ka një vlerë tregu mbi 200.000 euro, ndërsa plantacioni përfshinte gjithsej 800 bimë kanabisi të kultivuara në një hambar të madh. Hetimet nisën që në fund të shkurtit 2026, kur një dëshmitar vuri re qese mbeturinash me bimë kanabisi pranë Grese dhe njoftoi policinë. Në tokën prej rreth 4.000 metra shkatror, oficerët gjetën 672 kova me rrënjët e bimëve të korrura dhe rreth 32 kg hashash të gatshëm për treg. Në ndërtesë, u arrestuan 5 shqiptar që dyshohet se menaxhonin plantacionin, ndërsa qiradhënësi gjerman 28 vjeçar u dorëzua dhe u arrestua më 4 mars. Të gjithë 6 të akuzuarit përballen me akuza për tregtim të paligjshëm të kanabisit në sasi të madhe, ndërsa shërbimi teknik ndihmës u angazhua për transportin e bimëve dhe pajisjeve të kultivimit.